Përshëndetje, po paraqitemi nga fshati Begrac, komuna e Kaçanikut. Jemi te familja Gjyli Luxhës, sa të kemi ardhur një dorëzu çelësat e shtëpisë tre. Gjyli, ordna. Tashmë veçjena në ambientet e brendshme të familjes Gjyli Luxhës, na po i lënë me pamë se çu ka qenë vizitën e parë. Qëshje? Kjo është Halil Kasrati, i Suarejkës. është edhe me sëllum për prapë e gjatë ka po sëllum, që është me katater, me pampers, me srej. S'monë për 2 vetë në stop të me lehon, me shpëllehon. Që sa kohë po e thonë qështu? Që 1 vjetë është me pampers me srej, me katater. Qëto, qatë verën, që aty në shkreqis me më bëk, rautë kam qëtë. Qësh është e mërja? Jam nef, Gjili. Gjeli? Po, Gjili Luxha. Fshati? Begrac. Komuna Kaçanik. Komuna Kaçanik. Jena 5. Ti, baba? Edhe 2 fëmijë të grupi kam. Baba, a merr në pension? Qësh 100 euro i merr penzi. E ti apo në nëjse? Unë për nej komanjer. Në një restorant. Apo më në mja dalë? Pa shtu shka me bo. E ty shka qetë, ty shka me bo ju, të qështu. Me unë me pi. A ta në gjithë dorën dy kërshëni? Ja kush s'me kanë qitë. Jo. Ja, vesh kryetorit Begracës, na bjesërë shtu në ndinjë me e sene, për zonë ideja i në gjithë në shekena, se që të kush ja. Babës, sa po më ishme asiguru i laqët? Po, që me loqe, me pampirësa, me ka ketë cenat ja blej. Vetë. Nonën se ki? Ja, nonëm ka dhejtë që shkuj më posë 2 vjetë. E s'kam. Andaj të letëso. Gjeli në këna orë me në të njësë shpinë. Falënderit shumë. Me shpitrej. Falënderit shumë. Për haju koftë. Shumë falënderit shpitrej. Falënderit e për kryetorit Kaçanikit. Na kemi një memorandum me kryetarin, me komunën, kështu që e përzjedhë më bo me shpitrej. Shumë falënderit për juve. Zoti Rut, inshallah që ka unë një për mua. Shumë falënderit. Allah e të letësoftë. Falënderit shumë. Edhe më nëu maksimum më gati babës. Po thot Halil Kasrati, kena orën po thot më ta marru një shtëpi pak më në gjendje pak më të mirë me pos. Hajde kale ushi mirë. Për haj. Allah e të letësoftë. Me iniciale? B pik të. B pik të 6.000 euro. Edhe me iniciali R pik B pik A 12.600. R pik B pik A 12.600. Pjesën tjetër, një pjesë komune. I gjanet publiku me kërë publikohet rasti kësaj familje zote Konosë. Gjyli, ndryshim i madh. Po. 2 fjalë tash që shpëndijesh. Falënderit shumë për Halil Kasratit, që në ka ka vizitu këtë familje. I falënderoj edhe Besimilazin, edhe këtë besnikin për teje falënderit shumë. Kryetorin e Begracës në ka mundësu me marru këtë shtëpi. Edhe donatorët i përshëndes shumë. Zoti Rut kudo që janë, falënderit shumë për tëna që kanë kontribu për më marru këtë shtëpi. Se me një rrugë po është probleme marru me mojtë edhe familje edhe me marru një shtëpi. Unë përnej komanjer, me një rrugë s'po më rëjnë në kretë, bobën e kam gjithashtu të smut. Falënderit shumë për jetënimet e balkonit, Halil Kasratit. Në rautat të shpja vjetër, e kam moj se është me pampersin me katater, me sëllëm është ai prindi, unë kujdes në mas shumë të për ta. Po, shumë a letë,
Shumë lehtë, gjë kushtet pak ma trona, se shtëpia vjetër është lek e shumë, për fëmijë konë ma keq. Për fëmijë, se na do vjetë i banëm, po për fëmijë mjë shumë. Blind ceket se të kjo shtëpi kemi 2 donatorë, ku njëri ka japë me shumë për 6.000 euro, një donator tjetër 12.600 kanë dëshiruar me ngel anonim, 10.000 euro është në bashkëpunim me komunën e Kaçanikut, pjesën tjetër janë donatorët e shoqatës. Me neve sa është prapë besnik. Po atëherë jemi duke dhuruar shtëpinë e tretë, që kemi parë bashkëpunim me shoqatën Jetimat e Ballkanit. Atëherë falenderojmë gjithë donatorët që kanë ndihmuar për familjen e Xhelil Luzhës. Përveç atij, inshallah gëzon kemi familje. Na, po ja bëjmë për herë, Xhelil. Faleminderit Inshallah me sali me familje. Faleminderit shumë. Pastaj me pamjet e shtëpisë së re, bamirë se Zoti ju shpërblet.